Edhe pse në luftë, 73% e popullsisë botërore ndihen të sigurt. Viti 2024 është i shënuar për konfliktet globale dhe për dy luftrat e mëdha, Rusi-Ukrainë dhe Izrael-Palestinë. Por edhe pse bota po përjeton një destabilitet të lartë politik, më shumë njerëz shprehen se ndihen të sigurt në vendet e tyre, sikur më parë. Së fundmi, raporti i organizatës amerikane Gallup me temë Siguria Globale 2025, e cila që prej vitit 2006 kryen studime në mbar botën për siguri, zbuloi se 73% e të rriturve në mbar botën shprehen se ndihen të sigurt në vendin ku jetojnë. CEO i kësaj organizate, John Clifton, shprehet se mes këtyre trazirave botërore, njerëzit po ndërtojnë komunitete më të forta. Këtë gjetje tregojnë se siguria nuk është vetëm mungesa e dhunës, por prania e besimit, institucioneve dhe rezistencës kolektive, u shpreh ai. Por si renditet shtetet në këtë raport? Kush qëndron në krye dhe kush qëndron në fund? Po Shqipëria me Kosovën? Singapori u rëndit në vendin e parë globalisht për sigurinë, me 98% të banorëve që thonë se ndihen të sigurt duke ecur vetëm natën. Kjo është hera e 12 që Singapori kryeson listën globale të Gallup. Ndërsa Afrika e Jugut raportoi perceptimin më të ulët të sigurisë në botë, me vetëm 33% të banorëve që shprehen se ndihen të sigurt. Sikur më parë, Kosova u rëndit e treta në botë për sigurinë në indeksin e ligjit dhe rendit, ndërsa Shqipëria u rëndit e 41-ta në listë, ku vlerësua me 85 pikë. Në këtë rënditje, Shqipëria ka lënë pas shtete si Kroacinë, Francën, Slovakinë, Serbinë, Shtetet e Bashkuara, Mbretërinë e Bashkuar e shumë të tjera. Rezultatet e këtij raporti bazohen në intervista me 125.170 të rritur të moshës 15 vjeç e sipër në 144 vende të ndryshme të botës, duke ofruar një pamje gjithëpërfshirëse aktuale se si njerëzit në mbar botën e perceptojnë sigurinë e tyre personale.